Të shtëna me armë zjarri kanë tërënditur mbrëmjen e së hënës një lokal në qytetin e Elbasanit ku 4 persona mbetën të plagosur. Sipas burimeve hetimore, të 4 të lënduarit kanë marrë ndihmë mjekësore dhe më pas janë larguar drejt banesave të tyre, pasi fatmirësisht nuk paraqisen rrezik për jetën. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se ata kanë qenë viktima të rastësishme të sulmit dhe jo objektivi drejt për drejt i atentatorit. Në momentin e ngjarjes, lokali ka qenë i mbushur me klientë. Një person i maskuar dyshohet se ka hyrë brenda ambienteve dhe ka qelluar me armë zjarri duke shkaktuar panik mes të pranishmëve. Pas sulmit, autori ka mundur të largohet duke përfituar dhe nga mungesa e ndriçimit në rrugët përreth zonës. Grupi hetimor ka nisur marrje në pyetje të personave që ndodheshin në lokal në momentin e të shtënave. Mes tyre, sipas burimeve, është pyetur dhe një person i afërt me Elton Kilën, i njohur ndryshe si Oti Kila, emri i të cilit është përmendur më herët në dëshminë të penduarit të drejtësisë Nurettin Dumani dhe Rion Alibej. Policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë së lokalit dhe të zonës përreth. Dyshohet se autori ka përdorur maskim me paruke dhe mjete të tjera për të shmangur identifikimin. Hetuesit po analizojnë gjithashtu itinerarin e largimit të autorit, ndërsa vijojnë verifikimet për të zbuluar nëse ngjarja lidhet me konfliktet më parshme apo përplasje mes personave me precedent kriminal.